Më mira lutje është lutja e ditës Arafatit. I takon pikrisht dita e martë para Bajramit, dita e martë, data 26, se me 27 është Bajram, Kurban Bajram. Ai i cili ka mundësi për besimtarëve, vallahi mos e neglizhoni dhe mos e leni këtë mundësi. Jo më kot Allahu xhaleshanu jep të oferta hynore. Përpara njerëzit kanë pas jetuar shumë gjatë, ndërsa tani në kohët e fundit duke ardhur, duke u afru pra koha, duke hecë më tepër, duke afru me premtimet, me ditët e fundit, subhanallahu ngushtohet koha. Me të vërtet, hecin gjërat më shpejt, koha lëviz më shpejt. Po mosha e njeriut është zvoglu nga ajo që ka qenë përpara. Ama Allahu xhaleshanuhu, këtij ymeti të fundit, umetit Muhammed Mustafa alayhi salatu selam i ka dhënë mirësi, siç është dita e Arafatit, siç është dita e Ashura, siç është agjërimi i Ramazanit, siç janë ato mundësi që i jep Allahu xhaleshanu që të shumëfishohen shpërblimet edhe sevapet. Prandaj i dha Zoti xhaleshanu që neve me pak mosh pra nga jeta jonë ose me pak përkushtim fitojmë shpërblimet e mëdha tek Allahu xhaleshanu.